Një 27 vjeçar nga fshati Kisha e Hasit rezulton i zhdukur që prej ditës së djeshme 6 prill. Sipas njoftimit të policisë, i riu është larguar nga banesat që prej mëngjesit për të prerë dru në pyll. Sipas policisë vendore Kukës, 27 vjeçari gjatë mesnatës së të dielës ka telefonuar për ndihmë familjarë dhe më pas nuk ka më gjurmë prej tij. Për shkak të motit të keq dhe terrenit të vështirë, të afërmit nuk kanë arritur ta gjejnë të riun. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë kanë nisur kërkimet në zonë në bashkëpunim me Emergjencat Civile të Bashkisë Has dhe banorët të fshatit për gjetjen e 27 vjeçarit, por ende nuk është bërë e mundur gjetja e tij. Në ndihmë janë edhe forcat e kërkim shpëtimit malor të Kosovës, të cilët në bashkëpunim me policinë e Hasit dhe banorët po bëjnë krerjen e zonës. I riu ka kaluar natën në mal, ku rreth mesnatës ka telefonuar për ndihmë familjarët e tij. Për çdo informacion në lidhje me vendodhjen e këtij shtetësi, qytetarët mund të telefonojnë në numrin pa pagesë 112, thuhet në njoftimin zyrtar të detyrisë vendore të policisë Kukës.